kam hyrë në konflikt me NATO-n, me luftën në Kosovë, e kam pas dënimin 30 vjet me burg. Shkova prap në Njarzhinsk në Universitetin e Tetovës, aty prap i gjeta profesorat e fakultetit juridik, ata që mujta mi taku, edhe ju tregova çka kam njet me bo. Tha si vdije, menon mirë se është sakrificë e madhe. Profesori Aslan Bilalli, kam dëgjuar se kish vdek ndjes pas. Çka mendojshë me botin? Profesori Aslan Bilalli. Cila ishte ajo ideja jote? Çka mendojshë me botin? Profesori Aslan Bilallit ja dhash tekstin. Sot nuk e kam atë tekstin, më ka hup. Ja dhash tekstin çka ka me fol. Ta si vdije, sonte kom u taku me Holbrukun edhe Christopher Hillin, ishin dy ambasador amerikan që bëshin shatull diplomaci. Tha ka me bisedu me ta dhe kom ju tregu për ty. Se unë dësha me shku në ambasad NATO-s. Nesër merr shkova në fakultet, profesori më tha. Holbruku edhe Christopher Hilli tha, thuj humanistës juve shqiptare, studentës fakultetit juridik. Ambasad NATO-s nuk ka në Maqedoni. Drejtojo ambasadës të Amerikës, që të biset që ki me bo. Mati mirë punët e tua, 30 vjet e ki dënimin me borg. Profesorat u më nëshin me mdojnë. Çka ke dashti me